Një vatër e re zjarri është aktivizuar në krast të Krujës, këtë herë në pjesën veriore të masivit, duke rikthyer situatën e vështirë në këtë zonë. Flakët që dyshohet se janë vendosur qëllimisht, po përparojnë të favorizuara edhe nga era e fortë. Për shkak të terrenit të vështirë, në operacion është rikthyer edhe helikopteri i forcës ajrore. Shqetësimi kryesor lidhet me faktin se në afërsitë të zonës ndodhen depot e eksplozivit që përdoren për furnizimin e guroreve. Forcat zjarfikse të Krujës kanë krijuar një perimetër sigurie me qëllim frenimin e flakëve dhe parandalimin e afrimit të tyre pranë depove. Ndërhyrja nga tokë avion, ndërsa terreni i vështirë po e komplikon operacionin. Një tjetër zjarr i përmasave të mëdha është regjistruar gjatë natës në Gjirokastër mes fshatrave Andon Poçi dhe Hundkuq. Alarmi u dha rreth orës 22:38 minuta nga një qytetar. Në vendngjarje u nisën fillimisht 2 grupe zjarfikse, por me mbërritje në zonë u konstatuan 3 vatra aktive të shtrira në 2 kodra të ndryshme. Terreni malor dhe i thyer i mbuluar me shkure dhe bimësi të dendur e bëri të pamundur ndërhyrjen me automjete. Gjithë efektivi i MZSH-s së Gjirokastrës u angazhua në operacion, duke u përshëndruar në frenimin e përhapjes së flakëve drejt zonave të banuara. Pas rreth 7 orësh përballje me zjarrin, vatrat u shuan plotësisht rreth orës 5:30 të mëngjesit. Deri tani nuk raportohen dëme në banesa apo persona të lënduar. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, gjatë 24 orëve të fundit në vend janë raportuar 27 vatra zjarri, 5 prej tyre vijojnë të inaktive dhe 2 të tjera janë në monitorim. Në operacion janë angazhuar 42 automjete zjarfikse dhe 371 forca operacionale, ndërsa në mbështetje janë 153 efektiv të forcave të armatosura, 6 automjete zjarfikse, 4 helikopterë dhe avioni Air Tractor. Në Mallakasër, zjarri në aksin Panahor-Ndrenje-Vllosh është në kontroll, ndërsa vijon puna për kontrollin e perimetrit me forcat të FAS, zjarfikës, trupa bashkiake dhe shërbimin pyjor. Në drenjë të Patosit po punohet për izolimin e vatrës me 3 automjete zjarfikse, 12 efektiv të MZSH-s, 10 forca bashkiake dhe 20 trupa të forcave të armatosura. Ndërkohë në Cikalesh të Kavajës, Dajt dhe Priske Madhe, situata mbahet në monitorim dhe nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Në Vilës të Kurbinit, zjarri vijon aktiv, ndërsa ndërhyrja e helikopterëve ka frenuar përhapjen e flakëve dhe ka shmangur rrezikun për kishën, varrezat dhe banesat. Strukturat e mbrojtjes civile vijojnë monitorimin dhe ndërhyrjen në terren me prioritet mbrojtjen e banesave, zonave të banuara dhe infrastrukturës kritike.